ka piperin djegës për sytë, siç e përshkruan gazetarët. Përsëri, do doja Klodi Lale në lidhje drejt për drejt nëse ka të mundur, isha në komunikim pak më parë, po kërkoj pak qaste për të zhvendosur dhe për të kuptuar më tepër se çfarë po ndodhte dhe cili do të jetë projekti i momentit nga ana e protestuesve dhe si do të vijohet. Edhe në drejtim të kamerës, natyrisht, media është aty në vit parë për të raportuar, edhe në drejtim të kamerës ka ujë. Klodi nuk e di nëse më dëgjon. Klodi? Nisida më dëgjon? Po, të dëgjoj shumë mirë. Atëherë, Nisida, unë jam e pozicionuar tek Banka Kredit në zonën e ish bllokut, aty ku ka një përplasje mes protestuesve dhe forcave të policisë, duke u përdorur molotov dhe makina ujëpeste, duke shpërndar protestuesit dhe shpërdorur edhe gaz lotësielës. Këtu ndodhen disa nga eksponentët e Partisë Demokratike, të cilët po prisin për të patur një riorganizim të protestuesve me qëllim që të marshonin në drejtim të godinës të kryeministrisë, por nuk është bërë e mundur sepse disa nga protestuesit kanë përdorur, sikurse ne po shikojmë live nga kamerat tona, molotov në disa prej kazanëve të plerave të cilët i kanë tërhequr nga ana e rrugës dhe i kanë vendosur përpara autobotit të policisë dhe pikërisht në ato momente kanë ndërhyrë edhe makina ujëhese duke bërë shpërndarjen e të gjithë protestuesve. Ne jemi në distancë jo më shumë se 30 metra nga autoboti i policisë, është pikërisht në kryqëzimin e zonës së ish bllokut, në pamundësi për të patur lëvizje të protestuesve. Zoti Noka po bën sinjal që të gjithë duhet të afrohen. Nuk e di nëse do të ketë në një deklaratë për median për ecurinë e kësaj proteste. Është zoti Noka dhe zonja Vokshi, të cilët janë në këto momente. Zoti Noka, si do të vijojë protesta? E shikoni çfarë bëjnë? E shikoni çfarë bëjnë apo jo? Mendojmë se vetëm me dhunë mund të mbijetojmë. Çdo pushtet kur aplikon dhunën tregon që po ndjen fundin. Dhe kjo që po zhvillojnë sot në një kryengritje tërësisht paqësore. Besoj ju keni parë gjatë gjithë kohës asnjë akt dhune, asnjë akt vandalizmi, vetëm protestë, revolt dhe kryengritje qytetare. Barbarët e pushtetit të panikosur sepse ndjejnë që po ju vjen fundi, bëjnë vetëm terror rrugëve të Tiranës. Më thoni qa borgji ka Edi Ramës, Tirana dhe Shqipëria më. I vodhi, i ropi, e kriminalizoi shtetin dhe sot mundohet që të mbahet, të shtyt ditët, të kacaviret mas pushtetit me dhunën policore. Nuk e ndalojnë asgjë. Asgjë. Nuk ka dhunë dhe terror i narkoshtetit që ndalon dhe stopon revoltën e qytetarëve shqiptarë. Ka vetëm një rrugë, zgjidhje politike dhe të rrehet të narko-qeveri. Zgjidhje politike është, nuk ka legitimitet. Edi Rama dhe qeveria e tij. Ai e di shumë mirë, çdo qytetar sot e ndjen në lëkurën e tij. E ndjen në lëkurën e tij se çfarë vjedhje, çfarë batërdije, çfarë i ka bërë, i ka fut duart në xhep çdo qytetari, çdo pensionisti, çdo triu, çdo treje. Sot ai ka shndërruar shtetin në një organizatë kriminale. Dhe kjo sjellje është tipike e organizatave kriminale. Zgjidhje politike është largimi i organizatës kriminale që ka uzurpuar pushtetet dhe shtetet dhe hapja rrugës për një zgjidhje politike. Shqipëria kërkon stabilitet. Edi Rama po e zhyt çdo ditë e më tepër Shqipërinë në destabilitet. Ne kemi detyrë të japim stabilitet Shqipërisë dhe ne nuk ndalemi. Ta harroj. Ai po përpiqet, po janë përpolitet e tij të fundit. Ja, shikojnë. Kjo është. Çfarë do bëni tani zotë Noka? Rezistencë, kryengritje, asgjë tjetër. Sot në këtë moment që flas. Vazhdojmë. Faleminderit. Zoti Noka me protestën, ndërkohë që
përmendi se nuk ka patur asnjë akt dhune nga ana protestuesve, se kjo është një kryengritje paqësore, por shikoni se çfarë bëhet në momentet që ndihen të friksuar. Përdorin policin për të dhunuar protestuesit, tha zoti Noka për gazetarët, ndërkohë po citoja pak momente më parë atë që përmendi kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike zoti Bardhi, që do të mbyllet protesta tek selia e Partisë Demokratike, por se kur kjo nuk dihet për shkak se ja të kemi me pamjet e selisë së Partisë Demokratike, mbritja e zotit Berisha, i cili u largua pak minuta më parë nga bulevardi Dëshmorët e Kombit, nga informacionet e gazetarëve, ishte shumë pranë momentit kur hidhej ujë me presion nga automjeti i, ja, siç e shihni pra. Ndërkohë ka lëvizje të tjera, një zjarfikse që u afrua që në momentin që po hidhej molotov intensivisht. Ka një komunikim mes Nokës dhe policisë, përpiqemi të kuptojmë nëse kemi audio. Okej, nuk është e mundur. Barbarisht dhe e troqës zvarë. E kuptoni çfarë ndodh apo jo? Ja ku e keni. Ja ku e keni. Shikojeni çfarë kanë bërë. Kolegu tuaj. Kjo është narkopolicia, ta përfaqësojnë narkoshtetin, ja. Asnjëri prej tyre nuk përfaqëson shtetin. Ne përfaqësojmë të narkoshtetit gjithë. Kujtoj se me terror do mbrohet. Ka po mbroni dhe ka po sulmoni. Të shoh topi ujit kundër fotografëve e gazetarëve. Kush ne i plen aparatet? Aparatet tona kush i plen? Kush i plen? Nuk jam e kam me binçi. Po të keni pyet hajde. Qytetarët kanë drejtën e protestës, ja është marshimë protestës. Ju po i ndaloni të ecin dhe të marshojnë në rrugë të Tiranës. Është e drejta jona legjitime dhe kushtetuese. Por desh këtu nuk mundet, ju jeni në shërbim të ligjit, nuk mund të mbroni narkoshtetin. Jeni në shërbim të ligjit dhe të kushtetuesës. Këtu këtë që po bëni mbrojtje hajdutris, po i bëni e Gysa Gasit. Jeni në shërbim të Gysa Gasit. Të mirlindës, jeni në shërbim të hajdutëve. Ka ndjedhur karputur duart edhe në xhepat e familjeve tuaja, zotrinj, policë, punojnë në policie. Jeni të gjithë të vjedhur. Sepse ju përdori mish për top. Banditët, ndërkohë ata firmosin miliarda euro. Ju me zju shqeni familjet tuaja. Dhe ju nxjerrin për të përplasur me popullin. Jo, nuk mund përplaseni me qytetarët. Ju nuk mund përfaqësoni narkoshtetin. Ju duhet të jeni simboli i ligjit dhe i shtetit. Hape rrugën, hape rrugën tani. Hape rrugën dash. Si fashu, çka ke qesh? Hape rrugën. Hape rrugën se do kalojmë. Jo, te kjo rruga këtu duhet kaloj. Jo, nuk këtu duhet kaloj. Jo, pra jo, te duhet. Hape rrugën, çka ke? Jemi pajisor, çka ka këtu? Hape rrugën. Të riqi këta. Hape rrugën, vazhdo të shkojmë ku vend. Hapeni rrugën. Hape rrugën pra, se qa po... Ju mendoni se... Për qa e ke bloku? Ishte i lirshme fare, për qar i sollët gjithë këta? Për qar i sollët gjithë këta? Nuk mbrohet banda duke e kthyer policinë në bandë. Harrojeni atë punë. Ju harrojeni, duhet dini gjë. Edi Rama, Ilir Proda po numrojnë fundin e tyre. Kështu që mos u bëni palë me ata që ju kanë vjedhur dhe ju kanë keq përdorur. Ju të gjithë e dini më mirë se ne, se Ilir Proda nuk ju përfaqëson ju. Përfaqëson kartelit e drogës dhe Gysa Gasit. Dhe ju e dini shumë mirë, si mund të shërbeni? Ju me zju shqeni familjet tuaja. Dhe ju trajtojnë si tishit qenje inferiore, jo si tini qenje njerëzore. Dhe i shërbeni ju, Ilir Prodës. Largoni
largoni dhe bashkohuni me qytetarët. Jo me narko drejtorin tuaj. Mos keni frikë nga qytetarët. Në vetvete çdo njëri kur flisë me njëri tjetrin e thoni këtë që po e them unë publikisht. Prandaj reagoni. Nuk mund të jeni ju mbroja e karteleve të drogës dhe e korrupsionit. Ku ikën hape rrugën, hape. Zoti Noka dhe zonjë Vokshi kanë patur një bisedë me forcat e policisë, kanë kërkuar që të hapet rruga dhe të vijojnë, ndërkohë që janë kthyer nga pas për të bashkuar ndoshta pjesës tjetër protestuesve që shihnin në anën tjetër të ekranit. Pra nuk ndalen. Protestuesi do të ketë një vijim të protestës, ora është 21:22 minuta, protesta e Partisë Demokratike vijon